India ka më shumë njerëz se sa gjithë Amerika e Veriut, Amerika e Jugut dhe Evropa të marra së bashku. Ajo ka më shumë njerëz në moshën 25 vjeç se sa i gjithë popullsia e Shteteve të Bashkuara. Kerala, një nga shtetet më të vogla të Indisë, ka një shkallë alfabetizimi mbi 96, më të lartë se shumica e vendeve të zhvilluara. India sjell në jetë më shumë foshnja çdo vit se sa i gjithë popullsia e Portugalisë. Mumbai është një nga qytetet me densësinë më të madhe të popullsisë në botë. Mbi 20 milion njerëz jetojnë në një zonë më të vogël se New Yorku, që nga këndvështrimi i densësisë është njësoj sikur 23 milion njerëz të jetonin në New York, ose 46 milion në Londër, ose 38 milion në Los Angeles. Këto qytete tashmë janë plot, apo jo? Por imagjinoi me kaq shumë njerëz më shumë. Ky është Mumbai. Kalifornia është e populluar shumë, me 39 milion banor, por 3 shtete në Indi e kalojnë lehtësisht, Bihar, Maharashtra dhe sidomos Uttar Pradesh. Vetëm Uttar Pradesh ka 237 milion njerëz, shumë më tepër se Rusia apo Brazili, në një sipërfaqe më të vogël se Wyoming. Nëse Uttar Pradesh do të ishte një vend më vete, do të ishte vendi i 5 më i populluar në botë, menjëherë pas Indonezisë.